këtë muaj Muharram është dita e 10, ose siç është e njohur tek ne dita e Ashuras. Këtë dita është një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo ditë Allahu dhul Xhelal, edhe këto ka thonë të njëjtën gjë, e llogaris që Allahu dhul Xhelal e fal vitin që ka shku. Do të thonë gabimet që ka mujt mi bën njeriu për agjerimin e kësaj dite. Mirë, po këtë kjo ditë është një tregim shumë është interesant. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka pa jahudit duke agjeruar të njëjtën ditë, dhe ditën e 10 muajit Muharram. Dhe i ka pyet pse agjeroni këtë? Thot këtë ditë e agjerojmë se Allahu dhul Xhelal e shpëtoi Musën alayhis salam prej Firaunit. Dhe si shej madhnie e agjerojmë këtë ditë. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha, neve kemi më shumë hak për Musën alayhis salam se sa ju. Atëherë thanë, vitin e ardhshëm do ta agjerojmë ditën e 9. Mja bashkangjit bashkë me të 10-ën që mos me bë atë siç e bëjnë ritualin ata. Mirë po, qadarullah që vitin e ardhshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm kishte ndruar jetë. Po e ka lënë domethënë me fjalë si porosi se çfarë duhet veprojmë. Mirë po ashtu dietarët e kanë përmend. Pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka përmend ditën e 9, mirë po nuk është problem nëse agjerojmë ditën e 10 edhe të 11. Mirë po cila është më e mirë, normal, është dita e 9 edhe 10 ta agjerohet. Sepse ato e ka preferuar. Se ato e preferoi pejgamberi alayhis salatu wasallam. Mirë po, përderisa qëllimi i kësaj është që mos ta agjerohet e njëjta ditë ashtu siç veprojnë jahudit, po ti bashkangjitet me një ditë tjetër.